E përnder të ditës që shënohet sot, pra ditës së tokës, kam kënaqësinë që studion të ndojmë, realisht kemi kënaqësinë unë edhe Jeta, që studion të ndojmë me Arben Nika, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Edukim dhe Zhvillim të Mjedisit, ndryshe CD, gjithashtu edhe në shoqëri me Arben Veliun, që pikërisht vjen nga kjo organizat dhe nga kjo qendër. Kënaqësi që t'ju kemi në studio dhe mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Faleminderit shumë që sot jeni pjesë e emisionit edhe që kemi me diskutu për rreth ditës që shënohet sot, ditës së tokës. Na tregoni pak si e pritni ju këtë ditë, sa e rëndësishme është për juve? Pari faleminderit për ftesën që na keni bënë dhe mundësinë që po na japni me bashkëbisedu me qytetarët e Republikës së Kosovës lidhur me këtë ditë dhe gjitha dita tjera që janë të rëndësishme për tokën. Ne si organizat qeveritare, jo qeveritare, Qendra për Edukim dhe Zhvillim Mjedisor, jemi organizat e themeluar prej vitit 2011 me selin në Drenas. Deri me tani kemi zhvillu dikon mbi 30 projekte që i kemi prej donatorëve të ndryshëm, kryesisht projekte mjedisore. Dhe ne vazhdimisht mundohemi që t'i përcjellmi të gjitha aktivitetet dhe datat mjedisore, madje e përcjellmi me kogja përpikmeri kalendarin mjedisor dhe mundohemi të zhvillojmë aktivitete aq sa mundemi dhe aty ku mundemi. Po cilat kanë qenë projektet më të suksesshme deri tani, kështu të themi, që kanë rezultuar mjaft mirë dhe ndoshta me gjas edhe jashtë pritshmërive tuaja? Ne që nga fillimi kryesisht kemi pas për fokus menaxhimin e mbeturinave dhe kryesisht mirëmi me projektet që kanë bënë me menaxhimin e mbeturinave. Kur flasim me menaxhimin e mbeturinave, kryesisht jemi marrë me menaxhimin e mbeturinave komunale dhe emri i organizatës tregon Qendër për Edukim dhe Zhvillim Mjedisor. Qëllimi kryesor joni ka qenë edukimi i gjeneratave të reja. Pastaj kemi kalu edhe në mbështetjet përmes donatorëve të ndryshëm në mbështetjet të institucioneve lokale dhe qendrore për krijimin e infrastrukturës ligjore për menaxhimin e mbeturinave. Dhe njëkohësisht kemi vazhdu me këtë mbështetje dhe me edukim të gjeneratave të reja për mbrojtjen e mjedisit, përfshit të gjitha elementet të tyre, por më shumë të jemi marrë me menaxhimin e mbeturinave. Arben, më trego pak se sa është rëndësishme ndarja e mbeturinave, kështu me nda edhe me i koleksionu që nga fillimi, që ndoshta edhe organizata si ju pastaj edhe kompanitë e pastrimit pastaj me pas më të lehtë menaxhimin e tyre, diçka që nuk praktikohet ende në vendin tonë. Po të them të drejten, ne që nga fillimi që përmenda fillimisht vitit 2011 që është themeluar organizata prej një grupit të studentëve të ekologjistë asaj kohe, dhe tash fatbashkësisht gjithë janë profesorë e inxhinierë në për fakultetet ndryshme. Qëllimi ka qenë në atë kohë të bëhet menaxhimi më i mirë i mbeturinave. Në atë kohë ka qenë problematik grumbullimi i tyre fillimisht, e pastaj është mendu dhe punohet vazhdimisht që gjenden mënyra sa më të mira për të ardhur deri te kjo që ju e përmendet, ndarja e mbeturinave, pastaj që t'i hapet rrugë edhe riciklimit të tyre. Patjetër. Po kemi pas vazhdimisht problematikë, edhe ne si organizatë përgjithësisht si shoqëri, që njëherë për gjithmonë ta pastrojmë ambientin nga mbeturinat e shpërndara gjithandej, sepse na siç e dimë në Kosovë edhe para viteve ose para luftës që na ndajmë periudhën 99-2000, nuk ka pas ndonjë trajtim të mirëfillt menaxhimit të mbeturinave dhe për herë pas kësaj periudhe ka qenë, siç e dimë gjithë, mënyrë jo të rregullt grumbullimi dhe shpërndarja mbeturinave gjithçka ndaj natyrë ka qenë vajgë problematik. Me iniciativa të vogla, pastaj me programe edhe qeveritare,
ka rritë që deri dikon të shtrihet grumbullimi i Mirëfillti Mbeturina, dhe tash janë në proces edhe këto pika që na i përmenëm, ndarja dhe trajtimi në mënyrë të integruar i Mbeturina. Besoj që shumë shpejt, sepse janë të përgatitur gjeneratat në mënyrën më të mirë të mundshme, ka më ardhur koha që kanë me fillu në mënyrën më të mirë të mundshme me nda Mbeturinat edhe me i hapë rrugën e riciklimit të Mbeturinave edhe këtu në Kosovë. Zot Rivelio, a sheni ju ndonjë përmirësim të qytetarëve të viteve të fundit ndaj kujdesit, ndaj vedijes së kujdesit të natyrës, edhe a mendoni që viteve të fundit po jemi më të kujdesshëm si popull? Me njerë thamë po. Populli është i vedisum. Populli gjithmonë ka qenë i vedisum. Sepse nëse na e shikojmë oborët ose shtëpitë tona brenda, janë të pastërta. Por ne do të japim edhe më shumë njohuri jashtë oborët. Jashtë pragut. Jashtë pragut. Sepse, si që tha dhe drejtori organizatës, ne si qendër për edukim dhe zhvillim mjedisor që jemi, ne nuk e trajtojmë vetëm oborën si pjesë e ditës tokës, ose si pjesë e natyres, veç oborë jonë, por edhe për te oborë. Për ndryshe, përgjec për te oborë janë edhe institucionet lokale dhe ato qendrore. E nëse flasëm për komunave që veç, atër bara dhe përgjësia ju bjen komunave për mirëmbajtjen e hapësira publike. Të dhe tha me përgjësi jo veçon, po e thot ligji. Dhe për këtë arsye, populli është i vedisum. Populli nuk e hanë letrën e me hudhë çokoladën, po e hanë çokoladën dhe e hudhë letrën. Dhe nëse ti do me hudhë letrën, nëse s'ki shport, nëse s'ki hapësirë adekuate, hala nuk kam rivedia me majtë atë letrën në gjepë dhe ku të zatetesh në një shport në Mbeturia me hudhë. Për ndryshe, do të paraprakisht të bëhen kushtet. Do të krijohet sistemi që pastaj edhe populli ta zbatoj, ta vënë në praktik mënyrën dhe menaxhimin e Mbeturinës. Apo menon që është tu i penalizu kjo qytetarët mungesa e kushteve të ofruara nga institucionet shtetërore e komunale, edhe pse kemi ende këtë problem sipas mendimit tënd? Po, ju, sepse prap të edukimin po ndalëm edhe pak. Ne tashme edhe nga liberalizimi i vizave, veç po dalim në për Evropë, po e shohim pastërtin. Dhe ne po jemi po ata qytetarë të Evropës që nuk po hedhim Mbeturina. Sepse po e shohim një ambient të pastër, edhe ashtu kështu, po na japet edhe neve mundësia që ta mbojmë pastër. Po një ambient ku ti nuk e ki të pastër, e përgjithë janë institucionet, jashtë oborit tonë, por edhe ne, sepse ne jemi ata që bëjmë Mbeturinën ato jashtë, atër të gjithë së bashku, jo vetëm me datën 22 prill të çdo viti, por çdo ditë me pas aktivitete, me pas zhvillim të iniciativa, jo vetëm në edukim, po edhe në praktik. Sepse na jemi të mirë me fol, e me komentu, e me kritiku në për rrjete sociale, ose qoftë në për media, po hajtë ta këshyrëm sot cilat institucione po dalin në pastrimin e hapësira publike. Për ndryshe, ne kemi një aktivitet që do të ndojmë sot me ju këtu, që i ftojmë të gjithë qytetarët e ati lokalitetit të jenë prezent, e ata do t'jenë, sepse ata kanë marrë informacionin para disa dite, për çka nështë ta mundu me folë pak më vonë. Patjetër mund është mund lidhë nëse veç e shetë nevojshme. Ose po vazhdojmë me pyetjen e radhës, sa mendon që janë të angazhum organizatat, grupet e mjedisit, kush do tjetër që është i përfshirë në këtë aspekt, sa janë të angazhum me bo aktivitete edhe kur nuk shënohet dita e tokës? Pikrisht jemi ne. Vazhdojmë. Me një arben për gjithë. Ndë arbenat na e komplimentojnë njëri tjetrin, e plotësojmë në çdo rast, nëse organizatë mjedisore që edhe pse prej vitit 2010 e bashkëpunoj me Arbenin, po që 3 vite e këne është pjesë organizatës tonë, sepse Beni merret shumë me grupet e të rinjve, është një organizator mjaft i mirë, edhe kemi kriju hapësirë në organizatën tonë që me shprejat kreativitetin e ti për
aktivitetet të ndryshme, në këtë rast mjedisore. Lidhur me pyetjen e juve se sa organizatat bëjnë, vetë fakti që na sot jemi këto dhe kroniken që e pa më herët, që më pëlqej shumë, tregon se qytetarët kanë filluar të vëdisohen mjaft. A ka nevojë ka prap. Kush ka bë këto? E kanë bë prej iniciativa individuale që kanë filluar më herët, organizata të ndryshme, deri tash te institucionet që e përmendin më shumë. Jemi shumë sinqert kur kemi filluar ne si organizatë që gati prej organizatave para mjedisore aktive që jemi në Kosovë. Ka pas shumë pak zera të cilët janë merr me problematikat mjedisore, sepse ndoshta vetë koha dhe kushtet në vende kanë bërë që mjedisin mos tjetë diçka parsor, mirë po sot gati flitet mas shumëti për mjedisin. Dhe na do të kemi edhe durimin edhe gatishmërinë të presim edhe pak ditë, sepse do t'i vijë rradha që do t'jetë një prej prioriteteve, sepse ashtu është duke punu. Unë prapë ndërlidhe me pyetjen e juaj, ka pas dhe ka vazhdimisht iniciativa nga individët, organizata të ndryshme, dhe ne si organizati përkrahemi vazhdimisht këto, por një problem i vogël që ndron se këto iniciativa ditore të shkurta janë të mira, janë në funksion të mbrojtjes mjedisit, mirë po ende nuk ka pas iniciativa të qëndrueshme. Do të thotë çdo iniciativë është e mirë, por sa janë të qëndrueshme. Dhe iniciativat për me kanë të qëndrueshme, ato duhet me ndërlidh me institucionet të cilat janë një farforme gardiane iniciativa që tani ndërmirën nga individ ose grupe të caktuara apo edhe organizatat, sepse organizatat janë vetëm për ta informuar opinionin, për të plotësuar boshllëqet të cilat institucionet nuk munden me depërtu ndoshta të gjithë qytetarët edhe me i po të gjitha problemet, mirë po institucioni është ai i cili krijon qëndrueshmëri dhe qëllimi i jonë si organizatë, si CD ka qenë çdo herë që këto iniciativa të qytetarët dhe të organizatave të tjera të adresojnë të institucionet përgjegjëse të cilat janë për menaxhimin e mbetërina kryesisht dhe mbrojtjen e mjedisit në përgjithësi. Kështu që na duhet të orientohemi një pjesë, sepse cilat do që na mungon krijan boshllëqe, po të orientohemi nga iniciativat e qëndrueshme mjedisore dhe për ata disa organizata, në këtë rast edhe organizata jonë, theks të veçantë i kushtojmë asaj që të krijojmë presion publik të institucionet që janë përgjegjës për qëndrueshmërinë në zhvillime të caktuara, kryesisht në këtë rast të mjedisit. Po cilat janë disa nga pasojat më të dukshme që ndotja dhe menaxhimi i dopt i mbeturinave ka në komunitetet lokale? Ndikimet negative, ato janë qysh nga pamja, sepse nuk ta jep një përshtypje të mirë, të bukur, nuk t'japi jetë. Do që mundesh me pas emrin jetë, po nuk t'japi jetë. Përndryshe, edhe ndikimi ty në pastaj, në tuk, uj, ajrë, të gjitha këtu i kanë ndikimit e veta negative. Pra nuk po flasëm ne tashmë vetëm për një pamje të shëmtuar të një hapësire publike ose private, po flasëm edhe për ndikimet e tyre në aspektin negativ, që ndikojnë në shëndetin tonë. Po ne në kësaj radhe nuk do të ndalim shumë në pasojat, po do ndalim ndoshta më shumë se çka do bëjmë, se edhe ne jemi një shtet evropian atu ku po synojmë të shkojmë. Të jemi pjesë e tyre. Dhe ne nuk mund të shkojmë me disa hapësira publike, qoftë edhe afër rrugëve kryesore, magjistraleve që i shohim për ditë, që janë të mbushura me mbeturina. Po aksionet ditore, sikur këtu studi që do të ndodhen, po besoj në shumë qytete, e ne në këtë rast kemi zgjedhur që mos jemi në krye qytetin, as në qytetet të mëdha të Kosovës, po Çka keni me bo, çka keni plan sot, cilat kanë me qenë aktivitetet që i keni organizuar? Për me ardhur deri sot, ne kemi qenë pjesë e 23 shkollave në gjitha qytetet
e Republikës Kosovës me projektin e Caritasit Zvicran, ku i kemi hapësu të rinjt në shkollat e mesme, kemi themelu ekoklubët në për këtu shkollat e mesme, Ferizaj Gjilan, Kamenic, Vushtri Skënderaj, qytetet tjera që mos i përmenin do shta tash të gjithë me. Kemi themelu ekoklubët në për këtu shkolla, tash jemi përsëri me projektin nga Zvicran në Lipjan, Skënderaj dhe Drenas, prap me ekoklubet, e sot do t'jemi në Magure, në një fshat të Lipjanit, fshati maj madh ndoshta i Lipjanit, që ne jemi nga një qytet tjetër, po aktivitetin tonë sot do ta zhvillojmë në Magure nga ora 19, banorët e atij lokaliteti, shkolla e fshatit Magure, stacioni policor që është në Magure, qendra e azil kërkuesve që është në Magure, të gjithë këta banorët këtij lokaliteti, sot në ora 19 do jenë pjesë e aktivitetit pastrimi i qytetës së Magurës, ata Pra qytetarët do t'jenë pjesë, kanë shpreh interesim që me qenë pjesë. Kurse sot do të përrurohet edhe parku në Magure. Parku i fshatit Magure, ku para disa ditë kemi mbjell përmise 73 drënj në atë lokalitet, në atë hapësirë, dhe sot do të pastrojmë edhe në mënyrë simbolike, sepse është veç pastër është, po edhe atu këtu në një letër nëse kam bërë. Po edhe shpresojmë me mbajtë pastër. Sepse nuk kemi dasht, jemi në kryeqytet. Pse s'keni dasht jeni kryeqytet? Sepse ka mjaft organizata, ka mjaft media që për ditë e ngrisin zërin problematika që i kanë banorët e kryeqytetit, po ndoshta jo edhe për një fshat diku në një qytet tjetër ose në një lokalitet tjetër, sepse ne si organizat nuk dëshirojmë të jemi në fokus të media, që ndër vëmendjes të medjave, por ne bëjmë punë edhe atu ku nuk është media. E që juftojmë sot që t'jeni, pse ju, është një aktivitet i mirë, simbolik, por me domethënie të madhe. Patjetër. A keni ndonjë zonë apo komunë që e shihni si shembull pozitiv ose negativ, po flasim për të dyja, në çështjet e trajtimit mjedisor edhe çështjeve mjedisore, mënyrën se si e menaxhojnë? Ka shumë vite eksperiencë, po besoj që ai ketë krijuar ndaj përshtypje për ndaj qytet, për ndaj fshat. Po, faleminderit edhe për këtë, se kanë ardhur në takime, diskutime të ndryshme, ndoshta po i mbesmi pak barç ose nuk po mujmë me u dal hakut të gjithëve që kontribuojnë për një mjedis të pastër. Me qenë se ne punojmë me 38 komunat e Kosovës, kemi pas rastin që të bashkëpunoj me shumë kryetarë të komunave, drejtarë të shërbimeve publike, kryesisht të urbanizmit në gjitha komunat e Kosovës, dhe kemë varet shumë prej interesimit të parit të komunës dhe drejtarëve pastaj të asaj komune që kanë përgjegjësi për mirëmbajtjen e hapësirave publike, menaxhimin e mbetorinave. Dhe të them të drejtën, është kanjëherë kogja interesant, sepse më varet shumë prej atina që është në krye të komunës, dhe kemi pas modele, shembuj të mirë nga një komunën tjetër. Fillimisht ka qenë komuna e Drenasit prej Kuvime dhe ne, që është marrë si model për menaxhimin e mirëfillt të mbetorinave, dhe modelin e tillë e kemi shpërnda dhe ne si organizat gjithmonë në mbështetje të donatorit tonë Gizi Gjerman, programi SMS-it, dhe ka qenë një prej modele më të mira për mënyrën e menaxhimit të mbetorinave komunale. Pastaj, sot, kur flasme, janë disa prej komunave që kanë bërë përparimet mëdha, si komuna e Deçanit, deri dikon e Vushtres, komuna e Prizrenit ka qenë më herët një pjesë model për menaxhimin e mbetorinave, mos harrojmë ashtu edhe Vitia. Ka komuna të tjera mirë, po këto janë, mandej edhe komuna e Junikut, si komunë e vogël, që tash sfundi ka bërë edhe programin për ndarjen e mbetorinave, edhe komplet në komunë. Është një komunë shumë e pastër, kish mujt me kanë model, edhe pse është komunë e vogël, po se si mund të mbahet pastër ambienti brenda një komune. Mos që mbesmi barë edhe komunave tjera se kanë bërë përpjekje krahasuar me fillimin, edhe pse na tash
ju të kënaqur me gjendjen çfarë është krejt Kosovën me që po flasme për menaxhimin e mbeturinave, po përpjekje ka. Këto e tregon fakti se kur kemi fillu na të punojmë bashkë me ta në planifikime, kryesisht në vitet 2012 dhe në 2016, ndarja buxhetit komunal për menaxhim të mbeturinave ose për komplet mjedisin ka qenë zero, ndërsa sot në buxhetet komunale kanë fillu, edhe pse është e pamjaftueshme, në të ardhmen do të mendohet më shumë dhe vej ndër prioritetet, po fakti që brenda një komune në buxhetin komunal ndahen mjete për qëllime të caktuara, siç është mbrojtja e mjedisit, edhe specifikisht menaxhimin mbeturinave, tregon se ata kanë fillu të kenë gatishmëri për zgjidhjen e këtyre problemeve, por do të jemi shumë të kujdesshëm të gjithë edhe na që lobojmë edhe që punojmë për ditë me të rinj, edhe me institucionet për ruajtjen e mjedisit, se nuk është që mund të zgjidhen problemet me një ditë, me 2 ose me 1 javë, është sistemi i cili ndërlidhet me plot faktorë tjerë dhe do të kemi durimin dhe nëse dojmë të shohim përmirësime, do të këshyremi se sapo janë të interesuar në institucionet për ndarë diçka, për të arritur të objektivat që janë paraqitur, kryesisht edhe me dokumente strategjike edhe kombëtare dhe komunale. Po gjendjen në kryeqytet, si e shihni sa i përket mjedisit këto? Kur flasim për mjedisin, të them të drejtën, në vendin tonë ka ekspertë të cilët merren me fushat caktune dhe ta shohim si sistem në përgjithësi, do të thotë jo vetëm nga mbeturinat, ka njerëz se ne e shohim problematik mbeturinat që ato fshihen veç vizualisht, po ku është ndotja e ajrit, e ujit, mandej nga zhurmat, e plot probleme tjera mjedisore që janë që ka një herë të tjerë ndoshta edhe nuk i vrejnë në mënyrën më të mirë të mëshme. Prishtina është e dhënë gjithë parametrat që ka ndotje të mëdha dhe nuk jemi as pak të kënaqur sepse nuk është kabanet mjaftueshëm. E tha edhe Beni më herët, mjedisi, natyra, toka i dojmë për arsye se na dhanë jetën dhe kualiteti i jetës tonë varet se çfarë mjedisi ke. Edhe neve nuk po i kushtojmë aq rëndësi kësaj. I kushtojmë rëndësi të madhe si vishemi, si dukemi, është edhe disa ushqime që jo kualitative, po veç në sasi dhe që i përmbushin dhe apetitet ditore, por jo kualitetit tjetës dhe të shëndetit tonë, cilat vinë fillimisht prej një mjedisit pastër. Dhe na do të nismi prej kësajna që do të dojmë jetën, do të dojmë shëndetin tonë, e për me pas këtu në rregull do të kemi një ambient të pastër. Kështu që përfundimisht Prishtina do të bëj shumë dhe do të vënë një ndër prioritetet e para çështjen e mjedisit. Në përgjithësi, do të thotë mbeturinat, emitimet e gazrave, pluhurit, çfarë krijohen dhe na pak punojmë këtë drejtim. Domethënë përgjithësisht të shoqëri momentalisht jemi këtu i punu pak. Vërtet, shpresojmë që viteve të ardhshme do të kemi përmirësim sa i përket kësaj pjese. Edhe me këtë përgjigje që e dha, njëkohësisht edhe e përfshive një mesazh shumë të rëndësishëm edhe për qytetarët, por njëkohësisht edhe për institucionet. Neve veç ju na ka mbetur me ju falendëru shumë për këtë intervistë dhe për gjitha këto informacione. Uroj që edhe media të bëj punën e duhur, që të kontribuojë mjaftueshëm në promovimin e gjitha aktiviteteve dhe punës ju i kaq të rëndësishme për mjedisin. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.